nuk u shfaq kur në ekran, përse u ndalua roli Kadri Roshit në vitet 80. Nga shumë kush, Kadri Roshi është konsideruar si legjenda e skenës dhe ekranit shqiptar. Kishte talent të lindur dhe regjisorët e vlerësuan për angazhimin dhe seriozitetin e treguar në punë. Në vitin 1995 është nderuar me çmimin e karrierës në Festivalin e Filmit Artistik. Në vitin 1997 me çmimin e Madh të Nderit. Kadri Roshi është nder i kombit nga viti 1999. Një kuriozitet që lidhet me krijimtarinë e tij. Në vitin 1980, regjizori Kujtim Çashku, pas filmit Ball për Ball, mori përsipër një tjetër vepër nga krijimtaria e Kadares, Gjak Ftohtësia, skenarin e cilit mbi motivet e Kadares e kishte shkruar Bashkim Shehu. Një nga rolet e shumë të filmit, Çashku ja besoi aktorit të madh Kadri Roshit, të cilit e kishte pasur edhe në filmin e mësipërm. Në AQSHF gjenden vetëm 2 akte nga ky film, në njërin prej të cilit shfaqet Kadri Roshi me Drita Pelingun. Në film interpretonin edhe të tjerë emra të njohur si Bujar Lako, Reshat Arbana, Guiliem Radoja, Rikard Ljarja e të tjerë. Ky film u ndalua për shkak të vetvrasjes së kryeministrit dhe dënimit të gjithë familjes Shehu. Kadri Roshi ka lindur në 4 janar të vitit 1924 në Ballsh të Mallakastrës. Ëma e tij vdiq kur ishte 2 vjeç dhe më pas, kur ishte 12 vjeç, i vdiq edhe i ati. Përfundoi studimet e larta në Zagreb të Kroacisë. Aktori Kadri Roshi e filloi karrierën si sufler, pastaj si aktor në teatrin popullor në moshën 21 vjeç, duke qenë një ndër krijuesit e këtij teatri, që nga ajo kohë numërohen rreth 180 role në skenë dhe kinematografi. Në krah ka pasur gjatë gjithë kohës aktorët e brezit të tij, Drita Pelingu, Violeta Manushi, Tinka Kurti, Reshat Arbana, Marika Kalamata e të tjerë.